Restaurimi i urës së vjetër mbi lumin Buna dhe i kishës së Drishtit janë dy nga projektet më të afërta që do të nisin zbatimin në Shkodër nga Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore. Në kuadër të projektit për sistemimin e hyrjes së qytetit të Shkodrës, punimet për restaurimin e urës pritet të nisin javën e ardhshme. Projektet të miratuara janë ura Bunës, që do të restaurohet, gjithë pjesa e drurit, pra drujve e tjerë, krejt ura Bunës, ura vjetër, në kontekstin edhe të hyrjes të punimeve që po bëhen në hyrjen e qytetit, restaurimi, konsolidimi i kishës së Kabashit në Puk, restaurimi dhe mirëmbajtja kishës Trekonçe në Kalan e Drishtit, gjitha janë të miratuara, mirëmbajtja dhe restaurimi i banesës së Salimanit në Bujan, restaurimi dhe konservimi plot i objektit shkolla muzemi gjeni në Puk. Veçanërisht gjatë sezonit veror, mirëmbajtja dhe promovimi i parqeve arkeologjike në Shkodër dhe Lezhë janë në fokusin kryesor të punës së DRTK Shkodër. Sipas të dhënave zyrtare, numri i vizitorëve në parkun arkeologjik të Shkodrës ka shënuar një rritje me 20% gjatë 5 muajve të parë të këtij viti, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të shkuar. Që nga janari deri në ditën që flasem, kemi rreth 70.000 vizitorë në parkun arkeologjik Shkodër të Kalas Rozafa. Është një nga sitet më të vizituara në Shqipëri, por edhe në gjithë pjesën e Ballkanit. Përfundimi i restaurimit të dy prej objekteve të rëndësishme të trashëgimisë kulturore, Xhamisë së Plumbit dhe kompleksit Gjurmë Fishtiane, si dhe ndërhyrjet në objekte të tjera monumente kulture, pritet të sjellë një rritje të ndjeshme të interesit turistik dhe kulturor në Shkodër.